27 prilli, një ditë që tronditi shtetin, por nuk mundi ideali. Nga prova në ringritje. Në këtë mënyrë, përmes një grafike të ilustruar me foton e Ziadin Selës, Aleanca për Shqiptarët ka rikujtuar 9 vjetorin e ngjarjeve të përgjakshme të 27 prillit, ku në dhunën në kuvent më së shumti e pësoi pikërisht Ziadin Sela. 27 prilli është dëshmia e gjallë se sa egrë luftohesh ku refuzon kompromisin për kombin dhe sot, pas 9 vitesh, secili prej nesh duhet të shohë se në cilën anë të historisë është rreshtuar, jo veç për të parë veten, por edhe më shumë për ta ditur se si dhe ku do të jemi në të ardhmen. Në anën e historisë nuk të rreshton rastësia, por guximi, thuhet në postimin në Facebook të ASH-së Ziadin Selës. Nuk ka munguar as edhe reagimi i LSDM-s. Si pas social-demokratëve, sot më 27 prill, shohim tendencat dhe ekipin e njëjtë duke adresuar kritika në adresë të partisë në pushtet, siç thonë për robërim të shtetit. Në një postim në Facebook, me rastin e përvjetorit të ngjarjeve në kuvent, Oliver Spasovski, 27 prillin e vitit 2017 e vlerësoi si ditën më të errët në historinë më të re të vendit. Sipas Spasovskit, në atë ditë, njerëz të armatosur me dhunë u futën në parlament, ku u sulmuan deputetët dhe institucionet, me qëllim siç thotë, të cenohet rendi demokratik dhe të bëhen përpjekje për të uzurpuar pushtetin. Njerëz të pafajshëm janë dënuar për terrorizëm. Ishte ky një proces i montuar politik, deklaroi kryeministri Mickoski. To stanohet za politički montiran slučaj od strane prethodната vlada. Bëhet fjalë për proces të montuar politik nga ana e qeverisë së mëparshme. Sipas meje, njerëz të papajshëm ishin shpallur terroristë. Ata bën shkelje të caktuara dhe duhet që për ato shkelje të përgjigjen, e jo si terrorist. 9 vite pas dhunës së përgjakshme në kuvent dhe 7 vite pas aktvendimit në procesin më voluminos, në të cilin me dënime me burg për cënimin terrorist të rendit kushtetues u dënuan 16 persona, të dënuarit pretendojnë se e vërteta duhet të dalë në shesh. Me dëshminë e një dëshmitari se ka dëshmuar rreshëm gjatë një prononcimi për media, Jane Qento pretendon se do të dëshmojë se rasti i 27 prillit ka qenë i montuar.